dikush futet për herë parë në kuvend, dikush rikthehet në këtë institucion e disa që ishin më herët deputet mbeten jashtë tempullit të demokracisë. Prej 120 deputetëve që kanë me qenë pjesë e kuvendit në legjislaturën e 10, në kuvend si deputet të lëvizjes vendosje do rikthehen Andin Hoti që në zgjedhjet e vitit 2017 ka qenë deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, e të tjerët janë Alban Bajrami, Ardian Gola, Enver Haliti dhe Adnan Rostemi. Në grupin parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, si të rikthyer në kuvend do jenë Kujtim Gashi, Xhavet Haliti dhe Eman Rahmani. Ky i fundit ka qenë deputet me lëvizjen vendosje në zgjedhjet e vitit 2021. Lidhja Demokratike e Kosovës pritet të rikthejë si deputet Uk Rrugovën, i cili kishte fituar mandatin e deputetit në zgjedhjet e vitit 2010 në listë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, por që më pas ishte bërë pjesë e grupit parlamentar të koalicionit për Kosovë të Re. Ndërkaq, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në kuvend e rikthen Besnik Tahirin dhe Albana Bytyqin. Ka kandidat që në zgjedhjet e shkurtit 2025 kanë qenë deputet, por që tash nuk arritën me i bindë qytetarët që me u dhënë votat edhe për një mandat. Nga lëvizja vendosje, deputetët që nuk do rikthehen në kuvend janë Bajram Mavriqi, Arjeta Rexhepi, Driton Hyseni e Bylbyl Sokoli. Për dallim nga zgjedhjet e shkurtit, në këto zgjedhje lëvizja vendosje nuk ka pas kandidat për deputet, Halil Thaçin i cili u zgjat kryetari i Obiliqit dhe Faton Pecin që fitoi në garë për kryetar të Mitrovicës. Prej Partisë Demokratike të Kosovës nuk kanë arritur të fitojnë mandatin e deputetit Abelar Tahiri, Altin Krasniqi, Eliza Hoxha, Fadil Demaku, Jakub Nura, Kosovare Murseli, Rashid Çalaj e Xheva Hergeci. Ish kryetari i PDK-s Memli Krasniqi nuk ka rikandiduar fare në zgjedhjet e fundit. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të ketë në grup parlamentar Alban Zogajn, Arben Gashin, Arjeta Abazin, Ekrem Hysenin, Krenar Xhaferin, Parez Gurin dhe Serbeze Muçajn. Nga LDK, Hysen Çekaj nuk ka rikandiduar për deputet. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në këtë legjislaturë nuk do të ketë si deputet Lahi Ibrahimajn. Këto zgjedhje kanë sjell edhe hyrje të reja në kuvend, njerëz që më herët nuk kanë fituar ulse apo edhe garojnë për herë të parë. Sipas rezultateve të tanishme, nga lëvizja vendosje për herë të parë në kuvend do hyjnë Rufke Suma, Blerim Gashi, Tauland Kelmendi, Fatos Geci, Hysen Durmishi, Jeton Raka, Arsim Ademi, Sulejman Meholli, Vigan Çorolli e Naim Bardiqi. Nga PDK, sefte në kuvend do jenë Arjan Tahiri, Arben Mustafa e Besa Kabashi Ramaj. LDK pritet të ketë si deputet të rinj Janina Ymerin, Adelina Thaçi Metën dhe Ermal Sadikun. AK në anën tjetër nuk pritet të ketë ndonjë fytyrë të re në kuvendin e Kosovës.